Dëshira e prindërve për t'i veshur me rroba të reja fëmijët e tyre në ditën e Bajramit has në vështirësi, pasi gjendja e rënduar ekonomike nuk ma mundson një gjë të tillë. 2 ditë para festës së madhe të Kurban Bajramit, qytetarët frekuentojnë tregjet e qytetit. Ata bëjnë çmos që t'u sigurojnë fëmijëve të tyre rroba të reja dhe për t'u mbushur sofrën me ushqim të begatshëm ditën e Bajramit. Ose dulëm pak me djalin, shoh me çka ka s'ka këto këtë pazar. Thonë që ka tesha të mira, dulëm, thanë çmimet e lira, po jo. Ku ka dyqanat mëdha dhe brenda, ka aksia dhe ma lirë më mërmenje. Këtu një par pantolla, shembull 1000 dinar. Çdo herë në prag të festave, tregtarët rrisin çmimet, tregojnë qytetarët. Po. Si u duken çmimet, a janë shtrejt? Po ka pak disa vende pak, ama para s'ka besa njerëzit që është në këtë kohë. Shumë lish penziat e kena, lish. S'po mërin, ka një malirë s'ka të morën, s'ka. Përveç çmimeve të larta të veshmbathjeve dhe produkteve ushqimore, qytetarët nuk arrin të blejnë as edhe një kurban, pasi çmimi më i ulët i një kurbani rezulton të jetë 80 euro. Edhe ky Bajram, sikur edhe ai i vitit të kaluar, i gjen qytetarët në gjendje të vështirë ekonomike, me të ardhurat të pamjaftueshme për t'i gëzuar fëmijët e tyre.